Ishin nisur për punë, por rruga e tyre u ndërprej në mes, ndërsa jeta një pasagjeri i iku përgjithmonë. Në këtë mjet që po shikonin në këtë pamje, po udhëtonin 5 persona, të cilët ishin punëtor ndërtimi. Furgoni që po drejtoi nga një 22 vjeçar që mbeti i plagosur ka humbur kontrollin në orët e parë të mëngjesit në aksin Vlorë-Llogara, duke dalë nga rruga dhe duke u përplasur me një burdur betoni në anë të aksit. Përplasja ishte e fortë, sa një prej punëtorëve i identifikuar si Ilir Haka, që ndodhe në makinë, humbi jetën, ndërsa 4 mbetën të plagosur. Siç duket, përplasja ishte e fortë, saqë punojësit zjarfikës nxorën të lënduarit nga makina duke prerë dhe llamarinat. Grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqet e aksidentit. Ndërkohë, në orën 11 në aksin e vjetër, Levan Fier, në vendin e quajtur Çezma e Levanit, 3 automjetet janë përplasur në një aksident zinxhir. Sipas informacioneve nga vendngjarja, përplasja ka shkaktuar vetëm dëme materiale, ndërsa fatmirësisht nuk raportohet për personat të lënduar. Në vendngjarje kanë mbritur menjëherë shërbimet e policisë rrugore, të cilët kanë nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit, si dhe po punojnë për normalizimin e qarkullimit në këtë segment rrugor për shkak të fluksit të lartë të automjeteve gjatë fundjavës. Për 55 ditët e fundit në vendin tonë kanë humbur jetën si pasojë e aksidenteve 28 persona nga 240 aksidente rrugore.